Virgjëresh, kjo video është për ty. Sot do kanalizoj një gujtë të shkurtër se si do jetë viti I kalit për shenjën tuaj. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme, nuk aplikohet për secilin prej jush. Nëse doni gujta të personalizuara, duhet më kontaktoni dhe të rezervoni gujtën tuaj kundrejt një pagese. Do filloj direkt me energjinë e vitit të kalit për ju. A nuk është interesante që sot është një eklips hënor, një hënë e plot në shenjën tuaj dhe sot do kanalizoj gujtën tuaj. Si do jetë energjia e vitit të kalit për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresh e dashur, të lutem pusho, bollu bëre heroj I çdo kujt, përveç se heroj I vetes tënde. Bolli the jo vetes dhe po çdo kujt tjetër. Të lutem pusho, kujdesu për veten, merr kohë për të reflektuar, sepse energjia jote po shkon dëm në shumë rrugë të ndryshme, apo në shumë persona të ndryshme, apo në shumë gjëra që ju doni të bëni njëkohësisht. Ju lutem, kujdesuni për mirëqenien tuaj dhe mësoni të thoni jo, të thoni jo botës dhe të thoni po vetes tuaj. Mësoni të pushoni, të rikarikoheni me energji të reja. Pra viti I kalit do ju bëj të kuptoni që nëse nuk pushoni, asgjë që ju do ndërtoni nuk do zgjasi, sepse ndërtohet në bazë të energjisë tuaj të skarikuar. Pra duhet pushoni, të reflektoni, të keni qartësi dhe të ngrini themele të reja të realitetit tuaj më të mirë dhe kuptoni që ndonjëherë të thuash jo është gjëja më shpirtërore që mund të bësh për veten tënde. Viti I kalit do jetë një vit shumë transformues për ju, çdo fushë e jetës tuaj do preket. Kjo është gjithashtu dhe energjia e solar eclipsit, pra është pro një eklips. Okej, sot jemi në eklips hënor, letra signifikon eklipsin diellor, që do të thotë një energji intensive do ndodhi për ju, një ndryshim masiv. Sigurisht unë juftoj ta përqafoni transformimin, ta bëni këtë proces sa më të lehtë. Ky transformim do ndikoj dhe do transformoj çdo qelizë tuajën. E di jeni të lodhur dhe jeni kështu akoma do merremi me transformime. Ky është një transformim që ju nuk e keni lejuar veten tuaj ta kaloni dhe ky është viti që kjo energji, pra energjia e kalit ju fton të përballeni me këtë energji, të zbrazni ato barrat që s'janë të nevojshme për të mbajtur më, që të hesni sa më lirshëm përpara. Të shohim edhe një mesazh tjetër. Break the chains. Thyeni zinxhirët e së shkuarës. Duhet të shkëputeni nga e shkuara, duhet të shkëputeni nga paternat që nuk ju shërbejnë më, por që ju janë servirur nga paraardhësit e juaj. Shenja e Virgjëreshës duhet të punoj me plagët e paraardhësve të tyre. Për dikë mund të jenë plagë mashkullore, për dikë mund të jenë plagë femërore. Kjo është diçka personale juaj që do I gjeni dhe do I zbuloni teksa punoni me veten tuaj. Ideja është që ju kërkohet ta ndërmerrni këtë transformim në mënyrë që të rishkruani të ardhmen tuaj. Ky viti I kalit do jetë viti që ju jep oportunitetin që ju të rishkruani të ardhmen tuaj, ju jep mundësinë, ju hap portën që ju ta bëni këtë gjë, por nëse ju vazhdoni përsëri I thoni jo oportunitetit për të rritur në çdo nivel të mundshëm, më vjen keq, po jeta juaj do jetë po një soi. Shkëputuni. Hëna e plot, siç është sot, shkëputuni nga e shkuara, shkëputuni nga kontrata që nuk ju shërbejnë më, nga kontrata shpirtërore, shkëputuni nga puna që ju zbraz komplet dhe ju bën të ndjeni të mjeruar, apo që ju bën të ndjeni të burgosur. Shkëputuni nga marrëdhënie që nuk ju shërbejnë më, shkëputuni nga shoqëria që nuk nxjerrin më të mirin, versionin më të mirë nga ju. Shkëputuni nga mendimet, apo më saktë nga mbi mendime, se ju keni tendencën të mbi mendoni. Shkëputuni nga çdo mbi mendim
i tepër që nuk ju shërben dhe jepeni mundësi vetes të rriteni në çdo nivel të mundshëm, sepse pas çdo periudhe të vështirë transformimi gjithmonë ka shpërblime. Më vjen keq nuk do e merrni shpërblimet pa kaluar transformimin, dhe ky transformim nuk është thjesht fizik apo njerëzor, por është më së shumti shpirtëror. Ju uroj një transformim të mbarë dhe do shihemi në kuita të tjera. Paçim!